stadiumin Kemal Stafa të kryeqytetit u zhvillua ndeshja miqësore e futbollit midis ekipit të ushtrisë popullore të Bullgarisë dhe Partizanit të ushtrisë son popullore. Partizani fillon me një tokë zbritjesh në portën e skuadrës mike, por pa rezultat. Skuadra bullgare merr iniciativën. Topi tund rrjetën në portën e vogël. Në pjesën e dytë, miqtë vazhdojnë të kenë përsëri iniciativën e lojës. Me një zbritje të rrufeshme, shënohet goli i dytë. Nga një përleshje në portën bullgare, Partizani shënon golin e tij të parë. Loja vazhdon e gjallë. Shënohet goli i dytë i barazimit. Ndeshja e zhvilluar në frymën më miqësore përfundon me rezultatin 2-2.